Ndërkohë ne do të kalojmë tani tek një temë tjetër, shumë interesante, ajo që lidhet me Bankën e Shqipërisë. Kjo që po shihni është godina e Bankës së Shqipërisë, dikur quhej Banka e Shtetit Shqiptar, sot është Banka Kombëtare e Shqipërisë. Është një godinë ndërtuar në vitin 1938, e filluar në 35-ën dhe mbaruar në 38-ën nga arkitekti Marpurgo, i cili është një prej arkitektëve shumë të njohur italian të kohës. Ai bëri godinë të mrekullueshme, e cila për shumë vite mbeti simboli më i rëndësishëm i godinave administrative zyrtare të shtetit shqiptar. Ajo dominon sheshin Skënderbej, siç po e shihni, dhe është ndoshta një prej godinave më emblematike që kanë mbetur në historinë e qytetit Tiranës dhe të shtetit shqiptar. Këto janë pamjet e saj të vjetra, kjo është pamje sotme e re e saj. Por në vitin 2015, mos gaboj, nisi pak më herët, një tjetër arkitekt, Petreschi, një arkitekt poshu italian, bëri pjesën e dytë të bankës, si Marpurgo e kishte lënë të pambaruar, e kishte dizenjuar si det për, po e kishte lënë pambaruar, duke e kompletuar godinën e Bankës Shqipërisë thuaj se 90 vjet mbasi ajo ishte krijuar. Historia e godinës në fakt nuk ka lidhje të bëjë drejt për drejt me historinë e Bankës Kombëtare. Banka Kombëtare Shqiptare u krijua në vitin 1925 me i vendim parlamentit shqiptar, por në të njëjtën kohë u krijua monedha kombëtare në po atë kohë. Pati disa tentativa që nga kohë Ismail Qemali deri në vitin 1925 për të ndërtuar Bankën e Shqipërisë, por përfundimisht thash ajo u krijuar në vitin 1925. 100 vjet historia e Bankës së Shqipërisë përmbledhet brenda kësaj godine. Unë jam në një intervistë me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Gent Seiko, duke ecur nëpër historinë e Bankës së Shqipërisë dhe në fazat e ndryshme të saj. Ju do shihni sot një nga mrekullitë e arkitekturës në Shqipëri, që është salla e arkës së Bankës së Shqipërisë. Salla e arkës ku ti ndjen akustikën, ku jenë qendër krejtësisht ndryshe dhe është bërë me idenë që të mos dëgjohet rreth rrotullt. Do të shohim dhomën e thesarit, këtë që po shihni eksaktësisht mas shpinës time, me këtë derë gjigande, një dhomë thesari krejtësisht prej çeliku, 1,5 metra ngritur nga niveli tokës, që të mos kishte mundësi të hyej me tonel nga poshtë, që mbyllej me një procedurë të veçantë dhe që ende sot mbyllet me një procedurë të veçantë. Që nga viti 1938 kur u hap banka, deri në vitin 2010, brenda kësaj strukture të çelik të kasafortës së dhomës thesarit të Bankës Shqipërisë, fshihej dhe mbahej thesari i shtetit shqiptar. Sot është një lingot ari, kjo që po shihni, prej 12,4 kilogramësh. Më pas ne kemi ecur në monedhat e emetuara nga Banka e Shqipërisë. Monedhat e arit, shihni lingotën, monedhat e arit të cilat emetohen për rastet veçanta dhe vlen kryesisht për koleksionistët. Monedhat e argjendi, këto janë monedhat e arit emetuara ndër vite, që nuk janë për përdorim, por janë monedha ari, monedha argjendi, monedha të ndryshme nga vendet ndryshme të botës dhe monedha të ndryshme të historisë Shqipërisë. Kartë monedha dhe njëkohësisht kartë monedha dhe momentit të ndryshimit tyre nga leku i vjetër në lekun e ri, që sot prej mbas 60 vjetësh vazhdon gjithë Shqipëria të flasim me lekun e vjetër. Është një nga rrugtimet më interesante që mund bëhet brenda një institucioni të rrallë. Kjo është kasa e Bankës Shqipërisë ndërtuar nga Marpurgo me një akustik spektakolare që do ta shihni brenda. Le të ndjekim këtë rrugtim pra brenda Bankës së Shqipërisë, që është një nga gjërat më të bukura që shihni në rastin e 100 vjetorit saj, në një shoqërim nga Gent Seiko, guvernatori i Bankës së Shqipërisë. Le ta ndjekim. Një prej godinave më ikonike të Tiranës dhe padyshim një prej godinave më ikonike të Shqipërisë, e njohur si Banka e Shqipërisë, në zemër të Tiranës, e ndërtuar në vitin 1930, e rinovuar më pas në vitin 2015. Një godinë e cila shënjon në një farë mënyre atë që konsiderohet fuqia financiare e shtetit shqiptar. Historia e Bankës së Shqipërisë, institucioni i shtetit shqiptar, nis në fillim vitit 1913 kur pati tradativat e para për ngritjen e një banke të shtetit shqiptar. Po deri në vitin 1925 ishte e pamundur që të finalizohej një ndërtimi ose ngritja e një banke e cila filloi të funksionojë mbas marrëveshjes së Italisë me Shqipërinë në janar të vitit 1925 dhe në 2 shtator të vitit 1925, 100 vjet më parë, u ngrit Banka e Shqipërisë. Historia e Bankës së Shqipërisë lëviz në fakt nëpër të gjitha ato që mund të konsiderojnë uljet dhe ngritjet politike të historisë Shqipërisë, me fazën e saj të periudhës parakomuniste, të Republikës parë shqiptare, të mbretërisë shqiptare, të pushtimit italian, më pas të viteve të komunizmit dhe post-komunizmit dhe viteve të demokracisë në vitin 1991.
Po cila është historia e Bankës Shqipërisë, e cila feston 100 vjetorin e saj? Çfarë mbetet dhe cilat janë thesaret që gjenden brenda kësaj godine, e cila është ndërtuar nga një arkitekt i famshëm italian nga Roma, Morpurgo, i cili në vitin 1930 solli dizajnet e saj që e kthenin në godinën më të madhe të Tiranës në atë kohë. Do kemi një tur brenda Bankës Shqipërisë, shoqëruar nga guvernatori i Bankës Shqipërisë, i cili do të flasim jo vetëm për historinë e bankës, por njëkohësisht dhe për disa detaje të rralla të një prej godinave më kurioze që ne kemi sot në Shqipëri. Tjenë, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe. Urime për 100 vjetorin. Faleminderit, mirë se erdhe. Sa herë kam kaluar si fëmijë këtu, një nga gjërat më magjepse ka qenë kjo fasadë. Ne jemi një moshë, besoj dhe ti je magjepsur kur kaloje nga kjo gjë. Si i kanë lënë atëherë, nuk i kanë prekur? Kanë mbetur, janë ruajtur, janë vlera të Bankës Qendrore, por edhe të Shtetit Shqiptar. Kur është krijuar tamam Banka e Shqipërisë? Banka e Shqipërisë zyrtarisht në 2 shtator të vitit 1925 është themeluar Banka e Shtetit Shqiptar, që në atë kohë quhej Banka e Shqipnisë. Banka e Shqipnisë ishte fillimi, ishte e përbashkët me kapital italo-shqiptar apo jo? Banka e Shqipërisë ishte e përbashkët me kapital italo-shqiptar, me koncesion Shteti Shqiptar dagorcoi me Shtetin Italian. Dhe presidenti i parë i Bankës së Shqipërisë ka qenë Mario Alberti, ka qenë një italian. Po leku, pra monedha e parë shqiptare, kur e emetua? Fillimisht Shteti Shqiptar në atë kohë, parlamenti vendosi frangunar, që t'ishte si monedhë kombëtare, kur u krijua Banka e Shqipërisë, dhe qindari ishte si nënfish i frangutar. Leku si monedhë është vendosur pas luftës së dytë botërore, kur qeveria komuniste asaj kohe e centralizoi ekonominë dhe Banka Qendrore ishte një pjesë e ekonomisë centralizuar dhe leku përfundimisht u quajt monedhë kombëtare pas frangutar. Po deri në vitin 1925, nga 12-a 25, me çfarë? Ishte franguar, do ta shohim në muze, ishte një kartë monedhë që përfaqësonte franguar, e shkruar në Po emetoi, nga kush emetoi? Emetoi në Itali, por gjithsesi ishte kartë monedhë e Bankës Qendrore, Bankës Shtetit Shqiptar në atë kohë. Po me 25 nuk krijua banka, para 25-s. Apo me çfarë? Ai ishte momenti që u mor dhe vendimi për kartë monedhën e Shqipërisë, që ishte franguar. Në fakt edhe Banka e Shqipërisë u ngrit ngjitur me parlamentin e parë. Domethënë, kjo godinë që po shihni këtu ishte një godinë që filloi të ndërtohej nga austro-hungarezët. Shteti Shqiptar mblodhi të gjitha kursimet e tij në vitin 1920, në mars të vitit 1920, dhe mori vendimin që të gjithë kursimet e tij të derdheshin 90% për ndërtuar godinë e parlamentit dhe 10% për fishek për armët e pakta të 2 kompanive që kishte Shteti Shqiptar. Kjo ishte hyrja qendrore. Kjo ka qenë hyrja qendrore, edhe si për Banka e Shqipërisë ka qenë gjithmonë aty e pa lëvizur. Ty dikur ka qenë Banka e Shtetit Shqiptar, Banka e Shtetit Shqiptar ka qenë në komunizëm, nga viti 1945 është quajtur Banka e Shtetit Shqiptar. Kur krijua sistemi bankar 2 nivelor në vitin 1991, qëndruan sistemet, u themelua Banka e Shqipërisë, u themeluan... U rithemelua Banka e Shqipërisë, mori komplet formativ tjetër. Atëherë mori formën e një banke qendrore, të një ekonomie tregu të mirëfillt. Pasi u krijuan edhe disa banka tregtare me kapital shtetëror, siç ishin Banka Kombëtare Tregtare, Banka e Kursimeve dhe Banka Bujqësore. Dhe në atë kohë, me ligjet e reja që hynë në fuqi, u quajt Banka e Shqipërisë, si quhet edhe sot. Ti vet, në çfarë moshe ke hyrë këtu? Unë kam hyrë këtu në moshë 25 vjeçare në vitin 1992. 92-shin hyrë për herë parë. Ne do hyjmë tani për të parë edhe dhomën e thesarit, ndërtuar në vitin 1930, se thesari vet është transferuar. Edhe shkallët janë, edhe kjo pjesa e shkallëve është siç ka qenë. Siç ka qenë, është origjinale, vjen shumë butë. Tashti do të hyjmë, do të hapim derën. Ça sistemi? Si hapet dera? Wow. Do të thënë dera futet poshtë, kështu ka qenë gjithmonë? Dera hyn poshtë, kështu ka qenë. Imagjino çfarë sistemesh. Kjo është pjesa kolonada. Kjo është kolonada nga brenda. Është madhe. Në vitin 1930 Shqipëria duhet disa punonjës mund të ketë pasur. Për të treguar madhështinë, banka tregon fuqinë. Ishte godina më e madhe për 10 vjet, godina më e madhe e Tiranës. Absolutisht, por nuk është ndërtuar pa qëllim. Arkitekti i cili duhet të ketë një nga arkitektët më të mirë të kohës, ne do të shohim edhe brenda. Është nga më të mirët, është një arkitekt italian shumë i famshëm për kohën. Ka zgjedhur këtë projekt dhe Balloria, pjesa përfaqësuese e projektit, tregon madhështinë, qëndrueshmërinë, pasi vetë bankat qendrore tregojnë qëndrueshmërinë e shtetit.
Dhe prandaj këto kolona kemi nga bankat shumë bukura dhe të rajonit. Realisht po. Po, absolutisht, nga ana arkitektonike. Do të jemi falenderues tek arkitekti I cili ka bërë këtë godin, por de facto ne kemi një nga bankat më të bukura të rajonit si godin. Si godin po, dhe arkitekti dizenjoi dhe mobiljet e brendshme. Sot një pjesë e madhe e mobiljeve Banka e Shqipërisë është institucioni që I ka ruajtur më mirë se kushdo tjetër mobiljet që janë dizenjuar dhe janë të bëra custom made për Bankën e Shqipërisë, çfarë terrakote që ka. Është e jashtëzakonshme dhe sot kur e mendon që ka gati 100 vjet, 95 vjet me pjesën e mermerit jeshil që vinte në atë kohë, edhe kjo ishte me dopjo derë. Po. Ishte edhe derën e hekurit. Kjo derë është origjinale, si dera e hekurit ashtu dhe dera e drurit janë të kohës, janë të ruajtura. Këto dyer janë origjinal. Dyert e kohës janë siç kanë qenë. Po, kjo sa e bukur, shive sa e bukur është kjo derë. Shiheni pak, është me bronz, me strukturë, që në atë kohë pas ka pasur Këto janë të mirëmbajtura, të restauruara, por faktikisht janë origjinal, janë siç kanë qenë. Dhe këtu hym në pjesën më spektakolare që Banka e Shqipërisë ka. Kur kam hyrë fëmijë këtu, jam manitur nga bukuria e arkës, por para se të shkojmë aty ka dhe një detaj tjetër shumë interesant. Kjo është gjithashtu një objekt origjinal I kohës që nga fillimi I bankës, shtetit shqiptar, në atë kohë I Shqipnisë. Kjo orë është instrument I cili shërbente për të matur disiplinën punë, pra kohën e punës të punonjësve të bankës në kohë. Ajo që ne sot e quajmë timbrimi kartës. Ajo që sot fusni kartën, timbrohet çfarë ore ke hyrë, ke dalë në punë, shive si ka qenë këtu. Pra këtu fute një kartë e cila shënonte orën Fusje kartën e letrës, shtypje këtë, dhe ajo të shënonte orën. Dhe kur dilje duhet ta fusje përsëri për treguar prezencën. Do të thotë sistemi I punës I kontrollit, pas ka qenë 100 vjeçar, mendova se ka shpik kompanitë e reja. Absolutisht po. Italiane pa. Dhe këtu hym pjesën Këtu hym tek holli me mozaik. Ky është origjinal. Ky mozaik rrezikon të jetë dhe më I madh se mozaiku I Muzeut Historik Kombëtar nëse e shtrin në superfaqe. Ndoshta, por këtu do të kemi një problem me bashkëbisedimin, pasi akustika është e veçantë, ju e shikoni si kumbon. Është e veçantë sepse po erdhe këtu, nuk e di a dëgjohet. Këtu dëgjohet zëri shumë, po pse është bërë do thoni ju kjo akustik? Shive, Gent, mund ta shpjegojmë pak? Patjetër. Që mos? Kjo akustik është bërë që mos të dëgjohet bashkëbisedimi në sportel midis klientit dhe punonjësit bankës. Pra nëse ne bisedojmë këtu kumbon zëri, por nuk mund të dëgjojmë dot se çfarë bisedohet në sportel. Këto sportele kanë qenë funksionale për shumë vite. Pra po të shkoj dikush dhe të flasë ke sporteli, nuk e dëgjojmë fare. Do shkoj unë, po prit, duhet mbyll mikrofonin dhe pastaj do më thuash dëgjohet apo s'dëgjohet. Tani është qetësi dhe nuk dëgjohet, po tani është qetësi dhe normalisht po duhet kemi parasysh që ky sportel ka qenë me njerëz, ka qenë me publik. Sistemi është sistem mbrojtës. Është një sistem mbrojtës por shumë I veçantë, pasi nëse ju jeni në këtë moment në pikën më qendrore dhe kumbon jashtëzakonisht shumë zëri. Çdo hap që do të kryeni më tej, fillon dhe zbehet zëri dhe nëse do të shkoni të afër murit, zëri nuk kumbon më. Ja, tani të shohim sa më shumë I afrohem murit, aq më shumë zbehet zëri. E jashtëzakonshme. Po mozaiku çfarë? Mozaiku është I bukur, por ka dhe kuptim. Pra nuk është thjesht një mozaik për të zbukuruar ambientin e një banke e cila është krijuar para 100 vjetësh, por ka një mesazh të fortë. Mesazhi I këtij mozaiku po ta shohim është puna. Pra paraja buron nga puna. Puna është ajo që çon përpara shoqërinë, zhvillimin nuk ka lek. Pa punë nuk ka lek. Kjo është mesazhi I këtij mozaiku. Është restauruar? Ky mozaik është restauruar, për fat është edhe banakët janë origjinal. Edhe banakët janë origjinal. Janë restauruar, janë origjinal. Kjo çdo gjë është origjinale dhe banakët dhe druri, por është restauruar. Kjo është nga pjesët më të bukura që Banka e Shqipërisë ka. Ne do ecim tani drejt një pjese tjetër. Para se të shkojmë më tutje, më thej që sistemi bankar ndahet në vitin 1925, 1939, 44. Si funksiononte banka në atë kohë? Po banka në atë kohë krijua si banke. Vetëm një sekond, ne jemi duke shkuar tani te kasaporta e Thesarit. Ndiqeni se është e papar. Po, sikur se thamë, në vitin 1912 Shqipëria fitoi pavarësinë dhe në vitin 1913 Ismail Qemali mori vendimin e parë
për të krijuar dhe një bankë shteti, një bankë qendrore, biles është dhe shprehje. Pa diskutim, një shtet pa bankë qendrore nuk funksionon, pa një bankë dhe fjalë për fjalë unë nuk e mbaj mend, por shprehja e Ismail Qemalit ishte që themelimi një banke kombëtare do të ishte një fitim i dytë i pavarësisë së shtetit shqiptar. Dhe nga viti 1913 që u vendos për të krijuar dhe banka, deri në vitin 1925 pati tratativa me fuqitë e mëdha të kohës, siç ishte Anglia, Italia, që të investonin kapitalin dhe të krijohej, pasi ne sigurisht në atë kohë me gjithë kapacitetet, jo vetëm kapital, por nuk kishim as know-how, as kapacitet intelektual dhe profesional për të themeluar një bankë. Dhe në vitin 2000 pas shumë përpjekjesh, tratativash Parlamentin e Shqipërisë dhe me fuqitë e mëdha u vendos që Italia do të ishte shteti i cili me koncesion do të themelonte siç e themeloi Bankën e Shtetit Shqiptar. Cili ishte roli i Bankës Shqipërisë nga 2 shtatori vitit 1925 deri në vitin 1944? Po Banka e Shqipërisë në atë kohë në radhë të parë u bë emetues i monedhës kombëtare, i cili ishte frank vrahar, sikur se tham. Dhe njëkohësisht kryen edhe funksionet e një banke komerciale, kreditimin dhe mbledhjen e kursimeve të popullatës. Këtu hym në shtesën e re të bërë nga Petreski. Po. Është shumë interesante se arkitekti, kur unë kam bizeduar njerë me të, më tha që ai gjeti në studion e Morpurgos identik dizajnet e Bankës Shqipërisë sikur t'i kishte lënë një javë përpara ta. Çdo gjë ishte gati. Kjo është pjesa e re e gjitha. Tani kjo pjesë e re që është mbaruar, është inauguruar në 2015 dhe bërë funksionale, është totalisht e re. Ktu ka qenë oborri, gjithë kjo pjesë ka qenë oborri i Bankës Shqipërisë. I shtruar me një asfalt shëmtuar, rinin makinat, parkoheshin makinat, ndërkohë që fal arkitekturës së bukur që ka bërë Petreski që ju that, është lidhur mjaft mirë nga pikpamja vizuale dhe funksionale pjesa e re me pjesën e vjetër. Është veshur e gjitha me një dantel xhami, Po, është mbuluar me një dantel xhami. Institucionet financiare dhe ndërkombëtare kanë pak a shumë ngjashmërisht një format të tillë dhe ne jemi përpjekur që të ruajmë të njëjtin format. Faktor spektakolar, ky holli i brendshëm i mbyllur me gjithë pjesën e atriumit, pas keni edhe mesën e punonjësve. Po. Sa punonjës ka Banka e Shqipërisë sot? Po, Banka e Shqipërisë sot ka rreth 500 punonjës, të cilët janë të ndarë në 2 godina, jo, këtu do të janë rreth 200 punonjës. 200 të tjerë janë tek godina tjetër, numër 2, që është ish Hotel Dajti, dhe 100 punonjës të tjerë, bashkë me punonjësit e sigurisë, janë në 5 degët e Bankës Shqipërisë të shpërndarë në Shqipëri. Ndërkohë, Hotel Dajti është restauruar edhe ai identik siç ishte projekti fillestar i tij. Po, është restauruar identik, është ruajtur autenticiteti. Dhe shërben vetëm si bankë apo është i hapur për vizita? Ai është i hapur për vizita patjetër, kati i parë, hollet, kafenet, restoranti janë funksion të gjithë konferencave që kryejmë ne si Bankë Shqipërie, qeveria, parlamenti, institucionet shtetërore kanë dispozicion. Po jo vizitorë zakonshëm, random. Po nuk ka muzeum, nuk ka interes. Ky muze ka interes pasi ka historinë e Shqipërisë në këtë. Dhe në këtë muzeum mund të vi kushdo për ta vizituar? Patjetër, është i hapur 4 ditë të javës, është i hapur dhe kryesisht shkollat vijnë pambarimisht. Fakt është një nga muzeet shumë bukur që ka Shqipëria, është i vogël, është lehtësisht i vizitueshëm brenda limitit të përqendrimit që kanë sot njerëzit, por shumë i bukur. Ndërkohë, thotë janë dhe 4-5 objekte tjera të Bankës Shqipërisë. Këtu përfshihen dhe objektet ku ruhen rezervat e arit e këto tjera, apo s'ka lidhje? Rezerva e arit ruhet tek objekti X e quajmë ne, tek në Kino Studio, rezervat kanë monedhë dhe ar, pra rezervat me vlerë, objektet e tjera janë për menaxhimin e keshit vetëm lekun, pra menaxhimin, qarkullimin e monedhës kombëtare, e kryen Banka Qendrore si funksion dhe furnizimin dhe mbledhjen e kartë monedhës kesh e kryen këto 5 degë të Bankës Shqipërisë janë. Kisha edhe një pyetje, kam bërë që shumë banka të mëdha, banka në nivel botror, ruajnë koleksione të rralla, bizhu, piktura, gjëra të tilla. Ka Banka e Shqipërisë koleksione? Ne kemi koleksione bizhush dhe jo pikturash, por kemi fond pikturash të Bankës Shqipërisë, por që nuk është shumë i vjetër, janë disa piktura me vlerë që janë vlerë para kohësh. Që ka vlerë bankave. Që ka vlerë banka për industri. Janë bizhut të trashëguara. Kurse për bizhut janë pjesë e thesarit, gjithashtu ka një koleksion bizhush, janë pjesë. Ju vlerësoni vetëm si vlerë metali dhe gurit çmuar apo dhe si vlerë edhe si vlerë numizmatike, edhe si vlerë artistike, patjetër. Janë shumë apo nuk janë shumë, po ka disa. Po pse nuk ekspozohen apo nuk? Po një pjesë duhet të jenë të ekspozuara në muze, duhet kemi diçka të ekspozuara, mund të shohim,
ato që kanë vërtet bukuri, duhet të jenë të ekspozuara. Pjesa tjetër, pastaj duhet të jetë pjesë e fondit që mbetet. Tani këtu hymë që ta dini një nga pikpyetjet më të mëdha ka qenë gjithmonë thesari i Shqipërisë. Për ndoshta 70-80 vjet, thesari i Shqipërisë ka qenë këtu derisa u transferuan vitet e komunizmit, është transferuar apo? Më pas. Deri në vitin 1990, thesari i Bankës Shqipërisë, thesari i shtetit shqiptar ka qenë në këtë kasafort këtu. Dhoma e thesarit që keni. Atë është për ta saktësuar, Blend. Thesari, kjo është një pjesë, kasafort kryesore, që është që nga fillimi, nga që nga themelimi bankës origjinale, që në 1930. Çdo gjë është origjinale. Çdo gjë është origjinale, por pjesë e madhe e thesarit ka qenë dhe në bodrumet e kësaj godine, e cila tashmë është parking, nuk është më, por ka qenë këtu dhe poshtë. Nuk ka qenë vetëm. Ka pas dhe ar poshtë apo poshtë kanë qenë vetëm vlera? Ka pas dhe ar poshtë. Po jo vetëm ari, kryesisht është mbajtur disa objekte tjera, kryesisht ka pasur kartmonedhë. Këtu ka qenë kartmonedha. Kjo ka qenë pra pjesa kryesore e thesarit, shiheni në tani sa është dera, është ndërtuar në vitin 1930 bashkë me bankën. Shife. Kjo është... Kujdes po zbritesh. Jo, për të vrasë zbriten, po kjo sumaga, po kur nisë. Shifeni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 loze, thoshim ne përpara, që futen për të mos hyrë do të askush, nuk e di sa dalin, se nuk i di kombinimet. Tu ka Chelsea original, po çfarë kishte brenda dhe çfarë ka sot, shifeni pak. Sa është kasaforta dhe ball për ball është një lingot i vërtetë është ajo apo e keni? Ajo është origjinale, është e vërtet. Nuk është e lyer, po është lingot floriri e vërtet. Kjo është lingot ari e vërtet. Po. Kjo është marrë si shembull për muzeun, pasi tani më shpjego pak. Kjo lingot ari thotë është 12.4 kg. Po. Që i bie që me çmimet e sotme tjetë rreth 1.6-1.7 milion euro. Po, ti e di më mirë se unë me sa duket, po çmimi i arit është rritur. Është rritur shumë. Çfarë janë këto shenjat? A, B, 23, 24, 1? Këto janë matrikula, është tregon çdo lingot, ka një numër serial. Është matrikuluar, patjetër, ka një numër serial. Patjetër tregon peshën, tregon edhe numrin. Pse të gjitha shkruajnë Swiss lingotet e arit? I shoh edhe kur i shesin, sidomos në Dubai. Sepse janë porositur ndoshta atje, mbase jo të gjitha shkruajnë Swiss, po kjo kategori që ne kemi duhet të jetë prodhuar atje. Dhe Shqipëria për shembull rezervën e sajtarit e kanë lingota apo në shumë forma të ndryshme? E kanë forma të ndryshme, kryesisht e kanë monedha ari. Që janë të gjitha periudhave dhe kohëve? Që janë të gjitha periudhave dhe kohëve, po kryesisht e kemi në monedha ari, jo në lingota. Kjo është një lingot ari tipike nga ato që shihni ju për filma, është dhe e plotë se është 12.4 kg. Ndërkohë këtu jemi ke? Po kjo si pjesë e muzeut ka një seri monedhash. Këto janë ari? Këto janë monedha ari. Të gjitha? Janë ari, këto këtu janë ari. Pjesa tjetër pastaj është jo ari. Kjo tregon historikun e monedhave në kohë, monedhave. Po mirë, kjo monedha dhe monedhave numizmatike. Po këto janë monedha numizmatike, janë monedha që nuk kanë qenë qarkullim, që kanë vlerë historike dhe numizmatike. Nuk janë përdorur, po emetohen nga Banka e Shqipërisë. Emetohen nga Banka e Shqipërisë. Dhe i blejnë koleksionistët. Eksakt. Dhe ju rritet vlera me kalimin e kohës, logjikisht. Nga sa copë prodhohen? Apo varet nga seria? Po ka një seri, nuk prodhohet një shumicë e madhe copësh, pasi dhe numizmatët blejnë në sasi të kufizuara, ose njerëzit që janë të interesuar. Sa 100, 200, 500? Jo, 500, 1000. 500, 1000. Pash një shumë bukur me Nën Terezën, Nën Tereza dhe ballin të blu. Është një nga monedhat e bukura që ne kemi. Që kemi për ky Skënderbeut që nga e jashtëzakonshme. Po një njeri që do ta blej, mund ta blej këtë apo nuk ka më disponibil banka? Ka patjetër, këto të fundit janë disponibil, shiten pranë muzeut Bankës Shqipërisë. Shiten pranë muzeut, pra këtu. Monedha e fundit që ka dalë shumë e bukur është për rastin e 100 vjetorit. Pasi monedhat numizmatike kanë vlerë numizmatike që janë për dekorim ose për kujtim, janë të papërdorshme për shitje deri. Dhe është monedha 100 vjetorit e cila ka ardhur së fundi. Këto janë Shtetet Bashkuara të Amerikës, këto janë pasaj për treguar. Këto janë pasaj monedha për treguar historikun e monedhave. Pjesa Austrisë, pjesa Finlandës, edhe këto që kanë ari një pjesë me sa duket. Po. A këto janë koleksione pasaj? Këto janë koleksione monedhash që tregojnë kulturën e monedhës.
Po, që tregojnë historinë financiare të shtetit Si shqiptar. kaloi nga monedha dhe kartë monedha, apo ishte më e lehtë në përdorim? Ka qenë më e lehtë përdorim, nevojë e popullatës për përdorim. Po nuk ishte më e kollajshme të falsifikohej? Patjetër, po fillimisht s'kanë menduar falsifikatorët, kanë menduar përdorimin. Me që më pyete për objekte me vlerë, këtu kemi disa objekte me vlerë, për shembull të ekspozuara. Kjo është e jashtëzakonshme. Ari janë, Ari. Dhe këto janë pjesë Argent, kombinim argent dhe këto janë pjesë e koleksionit të bankës. Këto janë pjesë e koleksionit. Shive çfarë unaze spektakolare. Unaze vat që kanë spektakolar të gjitha. Do të thënë ju keni edhe gjëra, po kjo e ka vlerën të rritur për te arit dhe argjendit. Kjo rritet si vlerë. Objektet numizmatike kanë një vlerë mbi vlerën e arit, që është vlera historike. Këtu ka dhe një derë të dytë. Gen, për çfarë është kjo? Kjo është interesante, duke qenë që kjo dera që sapo pamë është shumë e madhe, në rast të ndonjë defekti dhe punojësi mbetej brenda, qofse dera nuk do hapej dot, mbetej kjo dera rezervë që punojësi të dilte nga krahu tjetër ka shkallë për dal jashtë. Tani, rri këtu mos lëviz një minutë, t'ju tregoj unë se si dilet me shkallë nga mbrapa. Po të bllokohet kjo derë, pra kjo derë kaq e madhe, duhet që personeli ndihmës duhet hynte nga kjo derë e mbrapme për të marrë personin që kishte ngelur brenda, pra nga kjo derë. Ndërkohë që gjëja tjetër shumë interesante është që e gjithë kasaporta ose dhoma thesarit është 1 metër nga toka që të mos kishte mundësi të depërtoje brenda saj duke gërmuar me tunel të nëndheshëm, tunelet me cilat shpesh arratisen njerëzit nga burgjet apo tentojnë për të hyrë dhe për të marrë sende me vlerë. Si mund ta vendosësh veten te kartë monedha e Bankës së Shqipërisë? Start. Ja doli, ose firmon se nuk quhet. Që si bëhesh me lek? Del fotografi, ta firmos guvernatori, 100.000 lekshi, 10.000, me rastin e 100 vjetorit. Dera është origjinale, Këto janë origjinale. edhe doreza prej bronzi, edhe këto të bëra me rrënjë trëndafili, kam përshtypjen që janë shumë të rralla në... Po? Këto janë pjesë të muzeut, janë disa zyra, Por janë të gjitha dyert janë origjinale, koridori është origjinal, çdo gjë është e dyert janë origjinale, pasi koridori është i mirëmbajtur, i patjetër. Edhe pjesa e dyshemes? Parketi është origjinal. Edhe parketi është origjinal. Dyshemeja është origjinale. Po këtu mund edhe të keni për kuriozitetin tuaj një tablo të gjithë drejtorëve të bankës. Që nga Mario Alberti. Fatkeqësisht nuk e kemi fotografinë e Mario Albertit, pastaj kemi me radhë fotografitë të gjithë drejtorëve të përgjithshëm të Bankës së Shqipërisë, Bankës së Shtetit Shqiptar dhe të Bankës së Shqipërisë. Duke përfshirë dhe periudhën komuniste që nga fillimi që nga 1925 që është krijimi deri së fundit e kemi të gjithë drejtorët dhe guvernatorët e Bankës Qendrore. Dhe mbas vitit 1944, si funksionoi banka, sepse nuk kishte më kredi, nuk kishte më ekonomi, po i quaj tregu tani, kishte vetëm ekonomi të planifikuar. Me se merrej banka? Mbas vitit 1944, ne e dim që sistemi komunist kishte një ekonomi të planifikuar, të centralizuar. Dhe Banka e Shqipërisë, e cila ndryshoi dhe emrin në atë kohë që u quajt Banka e Shtetit Shqiptar, u bë pjesë e këtij sistemi centralizuar të ekonomisë dhe humbi funksionet. Po luante rolin e Banka kishte një rol thelbësor dhe në atë kohë dhe shumë të rëndësishëm. Në radhë parë kishte rolin e qarkullimit monetar, rolin e emisionit, e prodhimit Ku i prodhonim kartë monedha? Po fillimisht e kemi prodhuar sipas marrëveshjeve dhe marrëdhënieve që kishte Shteti Shqiptar politike, mirë fillimisht në Jugosllavi, që nga muze, pastaj në Bashkimin Sovjetik, pastaj në Kinë. Po mbas Kinës kur prishëm? Mbas Kinës ne vazhduam të kemi të njëjtin emision kartë monedhe deri në vitin 1991 dhe pastaj kohët ndryshuan dhe marrëveshjet e Bankës së Shqipërisë, siç është sot Banka e Shqipërisë, u bën me kompaninë ndërkombëtare të prodhimit kartë monedhës që janë prodhojmë jashtë? Patjetër, kartë monedha gjithmonë është prodhuar jashtë. Është e vështirë të prodhohet në Shqipëri? Po duhet të kesh fabrikë prodhimi kartë monedhe, nuk e kemi. Ne kemi këtu në muze të gjitha seritë e emetimit. Po, përveç serisë së fundit. Kjo është një vend pune. Ky është busti i asaj kohe, me siguri. Po.
Po, ky është vendi punës? Ky është vendi origjinal i punës, i nënpunësit të bankës, që nga viti 1925, kjo ka qenë tavolina e punës, makina e shkrimit, telefoni, karrike, janë objekte origjinale. Edhe tavolina është origjinale? Gjithçka është origjinale. Çdo gjë. Po kjo? Kjo është një kasafortë e kohës, e cila është edhe kjo origjinale. Këto kanë qenë kasafortat e kasetave, sepse pash në anën tjetër, janë dhe kasafortat e kasetave bankare, në dy prej cilave, sipas informacioneve, kanë qenë edhe dokumentat origjinale të Lef Nosit, që janë sekuestruar me vendim pastaj të shtetit, dhe janë marrë, këto janë emitimi? Këtu, pasi ne jemi në muzeun e bankës, këto janë disa paraqitje të kartmonedhës së serisë së fundit të kartmonedhës. Kur del një kartmonedhë e re, kemi kartmonedhën 10.000 lekë, 100.000 lekë dhe mund se shqiptarët nuk mësohen me të reja me të vjetra. Kush e merr vendimin për dizajnin dhe bëhen disa versione? Patjetër. Si funksionon? Është një proces, një procedurë e cila është ligjore dhe rregullative. Krijohet një komision i cili, kur del një kartmonedhë e re fillimisht, për të marrë vendimin e tematikës, jo të pikturës, po tematikën, dhe pastaj ndërtohet pamja. Po për tematikën? Në tematikë vendoset nga një komision që ka historian, që ka numizmat, që ka inxhinier, që ka dhe përfaqësues Bankës Shqipërisë. Dhe ky komision ka diskutuar shumë gjatë derisa ka vendosur për këtë lloj. Dhe vendoset tematika tjetër as drejt, do të thënë shkruajtësi i himnit kombëtar i tekstit himnit kombëtar të Shqipërisë. Pasi vendoset tematika, atëherë në bashkëpunim me kompanitë ndërkombëtare të prodhimit të kartmonedhës, piktorët, dikur ishin piktorë kombëtar, po tashmë janë ndërkombëtar të kompanive, dizenjojnë kartmonedhën e cila vendoset po me konkurs, nëse do t'jetë ajo. Dhe këto janë element sigurie? Këta janë gjithë elementet e sigurisë kartmonedhëve. Ka shumë element sigurie? Ka shumë element. Një nga risitë në serinë e re të kartmonedhëve është shtimi i elementeve të sigurisë, që mos falsifikohet. Është bërë më i vështirë falsifikimi? Është bërë më i vështirë falsifikimi, pasi ne shohim dhe në treg që numri i kartmonedhëve të falsifikuara është gjithmonë më i pakët. Edhe këtu kemi... Dhe kjo është një element, një kartmonedhë serisë 3. Këto janë gjithë... Të gjitha janë seritë e reja? Këto janë seritë e reja. Kjo është polimer. Kjo është me material plastik. Po, e kam parë 200 lekëshi, po flasim me të reja, është vetëm një kartmonedhë që quhet polimer, është me material plastik. Ju duhet qini që në intervistën time me guvernatorin kuptohet fiks Shqipëria. Guvernatori flet me të reja, unë flas me të vjetra. Do të thënë, është fiks kaos i kryer Shqipëri, do të pyes dhe për këtë, po kjo është prapë një post pune tipik. Është një post pune i asaj kohe tipik, origjinal i ruajtur. Po këto çfarë janë këto të tjerat? Këto janë instrumente që përdoreshin nga punojësit, kuptohet, s'ka pas kompjutra, dhe duke mos pas kompjutra, vula që ishte vula për çekur. Po, ajo duhet jetë vulë datare, që përcaktonte datën. Pra të gjitha këto ishin materialet në cilat punojnë atë kohë? Këto ishin. Kjo është një tavolinë e kompletuar punë dhe makina e shkrimit, Oliveti, eksakt. Oliveti, eksakt, janë të kohës. Të kohës. Dhe kjo është kasaforta e kasetave bankare, sot janë në zonat nën tokë të bankave, ato banka që kanë, se të gjitha bankat kanë kaseta bankare, shiheni pak sa është dera e kasafortës, ndërkohë që këtu janë pjesët e kasafortave, po është shumë e vështirë tani. Ja, hapet. Shive sa është, tu futet kaseta bankare, pra ti e mbyll dhe brenda ke materialet tua. Mund të fusësh çdo gjëra, në një nga këto kaseta mendohet, dhe 2 kaseta në fakt, po mund të jenë të dyja këto, kanë qenë disa nga dokumentat e rëndësishme historike të Shqipërisë. Mund të jetë dhe një kasaforë zakonshme shumë interesante. Të gjitha vinin nga Italia. Të gjitha janë nga Italia. Ju ka qelluar t'ju mbyllet në një dhe sa hapni dot? Nuk e dini atë kohë, në këto kohë sot janë objekte muzeale. Ndërkohë, po i kthejmë pak asaj. Gjatë gjithë kohës ju po flisni me të reja, unë po flas me të vjetra. Kur është bërë ndryshimi i lekut në Shqipëri? Ndryshimi i lekut është bërë mbas vitit 1960. Është vendosur që të ndryshojë... Dhe prej 65 vjetësh ne prapë nuk mësojmë dot me çuditërisht. Si shpjegohet? S'ka. Se dhe Turqia ka ndryruar monedhën dhe... Sipas disa historianëve ose baballarëve tanë të kohës që e kanë përjetuar atë periudhë, shpjegohet në një mënyrë interesante. Popullsia bëri një rezistencë të çuditshme ndaj regjimit, nuk e pranoi këtë lloj ndryshimi, nuk e pranoi psikologjikisht, nuk donte ta pranonte. 65 vjet që i kemi ndruar lekun me lek të ri dhe prapë njerëzit sot tonë 1 milion lekë. Flasin me të vjetra, është një konfuzion i madh që ne përpiqemi shumë ta ndryshojmë. Konfuzion mos për të huajt. Turistët e huaj hutohen komplet, shumë veta më pyesin thotë si ka mundësi që nuk e shpjegojnë dot. Është konfuzion për të huajt, por është edhe për financierët në Shqipëri se hutohen nga
Këto janë monedhat prapë. Këto janë elementët e monedhave, e serisë re të kartmonedhës. Po kjo është grirja e monedhës? Kjo është monedhë e grirë. Pra monedhat që dalin jashtë qarkullimit priten grihen. Monedhat që dalin përpara digjeshin? Përpara digjeshin, ju e dini eksakt. Sot grihen, dhe kjo është një pjesë e kartmonedhës së grirë. Sot kemi makineri të cilat shërbejnë për grirjen e kartmonedhës. Nëse një kartmonedhë 5.000 lekëshe del jashtë, domethënë dhe grihet, prodhohet një herë, futet një herë. Prodhohet pa diskutim. Ka një formulë për kartmonedhën në qarkullim. Formula mat masën monetare në qarkullim dhe në varësi të masës monetare në qarkullim përcaktohet sa do të porositet kartmonedhë e re dhe sa do të dalë jashtë qarkullimit. Pasi ne dimë që kartmonedha është në përpjesim të drejtë. Jo, nuk është në përpjesim të drejtë, ka një përllogaritje bazë një formule, por kartmonedha duke u përdorur vjetrohet. Për sa kohë që vjetrohet, griset, normal që duhet të dalë nga qarkullimi. Por nuk do thotë që ikën 5.000 dhe futet 5.000. Paret në varësi të kërkesës tregut. Edhe ora që nga origjinale. Edhe ajo është. Hausmann and Co. Sa e bukur që. Këto janë objekte origjinale të kohës. Te kemi specimenet e monedhave? Te kemi serit e kartmonedhës në viti që tregojnë historikun financiar të Shqipërisë që nga themelimi i bankës janë. Po kjo është si vepër arti. Këto janë llojet e monedhave të Bashkimit Evropian sot, të euros kryesisht, por kjo është për zbukurim. Ktu jemi tek monedhat, dhe kjo është. Për shembull, tregon pas keni një objekt me vlerë, eksakt. Peshtap argjendi për mbajtje stolish, po jashtëzakonshëm kjo, ose i bukur. Këto tani janë monedhat? Po këtu i referohemi Republikës Korçës, nga historia ju e dini që kur krijua Republika e Korçës për herë të parë, ata emetuan dhe kartmonedhën e tyre dhe këto janë kartmonedha gjysmëfrange janë të fillimisht të Republika Shqiptare, po kjo është. Këto janë të lidhur i Korça, këto janë të Republikës Korçës. Po ky është lori, kurushet e Perëndimit Osmane? Po. Po këto? Dhe këto gjithashtu duhet të jenë, këto duhet të jenë të periudhës. Po, Korçës janë pjesa më e madhe. Po, pjesa më e madhe janë të Republikës Korçës. Pra këto janë monedha që kanë qarkulluar pa u bërë Banka e Shqipërisë akoma. Pa u krijuar Banka e Shqipërisë. Duke dhe printimi është printim 1916-17. Pra e zakonshëm. Edhe këto e njëjta gjë. Dhe këto janë të asaj periudhe dhe janë përpjekje. Janë rajonet ndryshme të Shqipërisë, Vlora, Korça. Përpjekjet për shtetformim, përpjekjet për themelimin e shtetit shqiptar. 10 vjet që themeloi Banka e Shqipërisë, 13 vjet nga 1925. Po kjo çfarë është? Për të madurarin, peshore ari? Ajo është peshore ari, po. Këto janë objekte origjinale të gjitha që janë. Këtu jemi tek këto janë monedhat e para të emetuara nga banka. Mbas 1925-s, kjo është monedha e parë, frangu ar, këto janë kopjet e monedhës së parë. 5 franga ar, 20 franga ar dhe 100 franga ar. Kurse këto janë monedhat e arit? Këto janë në fishët, janë monedhat, janë monedhat ar dhe argjend, janë pasi fillimisht sikur se thamë u përcaktua frangu ar dhe qindari si në fish. Dhe kjo është shumë interesante se bëhet fjalë për frangun me bustin e mbretit Zog, është 100 frankshi, i cili është bërë me rastin e 10 vjetorit mbretërisë dhe është bërë nga një piktor i famshëm italian, gjë që Zogu e përdori këtë për bust edhe për portret të tij në për zyra. Këto duhet të ndalë për vlerë besoj më shumë numizmatike, se 100 franga ar duhet të jetë shumë. Këto aktualisht të gjitha këto kanë vlerë numizmatike, se janë të ndjera jashtë qarkullimit, dhe sa më shumë i kalon koha që më shumë i rritet vlera historike. Patjetër, se gjenden gjithmonë më radhë. Ja dhe ku janë dhe monedhat e tjera. Këto janë monedhat që janë përdorur në kohën e mbretërisë. Po, sepse janë me... Këto janë në kohën e mbretërisë, po të hymë edhe tek pjesa e pas vitit 1925, që është prapë franguar që ne pam aty. Pra, kjo është monedha e parë që ne kemi imituar. Ai i fëmia ose po them adoleshenti me qeleshe. Absolutisht. Kjo është monedha dhe është në të gjitha versionet e para. Pastaj kanë dalë me fytyrën e mbretit Zog, edhe të tjera më të vogla. Këto janë dhe pjesës së Italisë. Po këtu dhe këtu gjithashtu duhet të jenë disa këto janë Banka Kombëtare e Shqipërisë. Ky do të jetë borxh bankar, besoj. Këto janë letra me vlerë. Kjo është borxh bankar. Si funksionon letra me vlerë? Po letra me vlerë është një dokument që nxjerr Banka Qendrore për vlerë, është garantuar për tërhequr borxhin e popullsisë për qeverinë. Këtu vim besoj të vitet e para të çlirimit. Pas luftës dytë botërore, ke vitet e para të çlirimit, vin direkt mbas vitit 1944, që kanë qenë qarkullim vitet e para pas lirimit. Po. Në mos jam gabim, një pjesë mund të jetë prodhuar në Jugosllavi. Jo, jetë shumë i saktë, një pjesë është prodhuar në Jugosllavi, pas ka vazhduar në Bashkimin Sovjetik. Po këto janë firmat?
Janë firmat e drejtorëve, janë firmat e drejtorëve të kohës. Roshta Boshnjaku ka qenë, në çdo kartë monedhë janë firmat e drejtorit bankës dhe drejtorit të emisionit. Si rregull, sikurse ka dhe... Në atë kohë, në mos më kujtoj unë, për shumë prej monedhave të para, u desh verifikoheshin në bankë dhe askush nuk mund të thyen të misa si të caktuar. Për të nxjerrë jashtë loje keshin, po themi që... Absolutisht. Kanë qenë reforma monetare të bëra në vitet e para të pas lirimit, siç ishin tatimet e jashtëzakonshme, mbledhja e pasurisë, mbledhja e floririt, po kështu ishte edhe për kartë monedhë. Dhe këto janë qarkullimet e para të kartë monedhës që kanë ardhur. Ndërkohë këtu vijnë të kartë monedhat që janë përdorur rëndom vitet e komunizmit. Pjesëria që ka pasur një jetë gjatësi të konsiderueshme, që Këto kanë qenë ndoshta më jetë gjata. Këto kanë qenë më jetë gjata, që kemi përdorur dhe ne kur ishim më të vegjël, që i mbajmë mend nga prindërit. Këto janë përdorur nga 64 në 89 në 25 vjet kartë monedha. Këtu është ndryshimi i lekut. Këtu është ndryshimi i lekut. Pra këto janë lekët me të vjetra, janë 1000 lek dhe kalon 100 lek të treja. Për ta kuptuar si ka qenë e vjetra, 1000 lek, këtu është 100 lekëshi për të shkuar. Kjo është seria kartë monedhave të ndryshimi i lekut, që asnjëherë nuk jepi. Këto janë disa kartë monedha të cilat jo të gjitha kanë qenë qarkullim, 500 lekëshi që ne shohim ka qenë pjesë e qarkullimit, pjesa tjetër këto janë emetuar, po s'janë përdorur dhe janë azgjësuar. Qëllon që ka shumë, po i quaj, versione që nuk publikohen? Jo, nuk qëllon, vetëm këto versione kanë qenë që s'janë publikuar. Dhe këto janë një pjesë, kjo është seria e kartë monedhës para ekzistuesës, e cila ka qenë deri vonë në qarkullim, që vjen mbas vitit 1992, ndërkohë që sikurse është publikuar dhe komunikuar, ne kemi nxjerrë në qarkullim serinë e re të kartë monedhës, që e pam dhe në muze, e cila ka element shtuar sigurie dhe është seria ekzistuese, cilën nuk e kemi akoma në muze, por e kemi në duart tona në që ju e prodhoni jashtë. Që ne prodhojmë. Patjetër. Prodhohet në vende të ndryshme apo ka një vend që prodhon? Jo, janë disa kompani më të mëdha, janë 3-4 kompani ndërkombëtare dhe kush jep ofertën më të mirë. Të funksionon. Ndërkohë këtu është edhe pamja edhe përkujtimi i Marpurgos. Ky është arkitekti që gjithë të bukuri që ne shohim të godin kaq funksionale dhe solide, e kemi fal këtij personazhi që është arkitekti i bankës. Në fakt është realizuar. Keni, si funksionon sot sistemi bankar me 2 nivele? Me ndryshimin e sistemeve që tham, u krijua dhe sistemi bankar 2 nivelor, pra u themelua Banka e Shqipërisë në vitin e 1992, u nda Banka e Shtetit Shqiptar në Bankën e Shqipërisë dhe në bankat komerciale tregtare me kapital shtetëror. Cila është diferenca mes Bankës së Shqipërisë dhe bankave të nivelit 2? Po, Banka e Shqipërisë ka funksion kryesor stabilitetin e çmimeve, ka funksione rregullatore. Është Banka qendrore, siguron çmimet, stabilitetin e çmimeve, siguron pagesat, qarkullimin e pagesave dhe siguron depozitat e qytetarëve. Këto janë 3 funksione kryesore që i takojnë një banke qendrore në funksion të publikut, kurse bankat komerciale janë institucione të mirëfillta komerciale, të cilat bëjnë ndërmjetësin e... Banka qendrore si jep kredi? Banka qendrore jep kredi për bankat e nivelit 2, po jo për qytetarët ose bizneset. Jo. Pra ti mund të japësh kredi bankave? Po, bankave, po jo bizneseve dhe qytetarëve. Bankat janë ato që japin kredi. Po si kontrollon Banka qendrore bankat e nivelit 2? Po Banka qendrore ka shumë instrumente kontrolli për bankat e nivelit 2, i mbikëqyr nëpërmjet raportimeve, nëpërmjet mbikëqyrjes në vend, nëpërmjet raporteve të caktuara. Ka të drejtë Banka qendrore t'ju heq licencën bankave të nivelit 2 nëse ata shkelin? Siç e jep, ashtu dhe heq licencën, por nuk është një gjë kaq e thjeshtë se duhet plotësuar kriteret ligjore. Ka një regjistër të kredive që kontrollon Banka qendrore? Kemi një regjistër kredive. Pra që të thotë, çdo bankë jep kredi, ju keni një regjistër? Të gjithë lista e kredimarrësve që mbahet nga bankat e nivelit 2 konsolidohet në një server i cili mbahet në Bankën e Shqipërisë që quhet Regjistri Kredive për të përcaktuar statusin, pra korrektesën, sa korrekt janë bizneset dhe qytetarët me pagesën e kredisë. Sa përqind kemi në kredi të këqija? Po sot ne kemi 4% kredi të këqija, nga 25 që kishim para 10 vjetësh, e kemi ulur. Sot është normale, një standard... Po totali i kredimarrjes në Republikën e Shqipërisë sa është? Po totali i kredimarrjes, po të hymë në shifra, ne sot se është rritur, bilancët e sistemit financiar, sistemit bankar janë rritur, po shkojnë afër mbi 90% të GDP-s, ne sot mund të kemi 20 miliard euro depozita dhe 10 miliard euro kredi, po e them shifrat të përgjithshme. Po, të përgjithshme. 10 miliard euro kredi. Dhe 20 miliard euro depozita. Duhet të jemi sot, po mos gaboj, mund të jetë 18, mund të jetë 20, po e them të rrumbullakosur. Dhe 50% e tyre janë të disbursuara si kredi.
50% të depozitave janë të dhëna kredi në ekonomi. Pjesa tjetër pastaj janë të vendosura me bankat e huaja ose kredi nëpërmjet bonave thesarit të dhëna qeverisë Shqipërisë. Ndërkohë, sa është rezerva valutore e Bankës së Shqipërisë? Rezerva valutore e Bankës së Shqipërisë sot ka arritur afër 7 miliardë euro. 7 miliardë euro? Po. Sa ka qenë fillim viteve 90? Po, sikurse ju e kishit dhe në intervistën tuaj me të ndjerin ish kryeministrin Fatos Nano, ishte 8 milion euro. Dollar, më falë, se s'kishte euro. 8 milion dollar. Ndërkohë tani ka shkuar 7 miliardë. E di kryeministri që ka 7 miliardë euro rezervë banka? Po këto janë të publikuar, nuk janë sekret. Po si merr dot? Po, rezerva ka qëllime ligjore të përcaktuara, nuk është problemi. Nuk është çështje banka është e shtetit, shteti është pse duket sikur ka pasur, shoh që ka pasur një qendrim pak më të ngurtë nga bankat për dhënë kredi për ndërtime, për shembull. Jo, nuk ka pasur. Apartamentesh. Bankat kanë qenë proaktive. Në rastin konkret, blerjet e apartamenteve, bankat kanë qenë më proaktive, pasi dhe tregu është më i gjallë dhe kërkesa është më aktive për blerje e apartamentesh, pasurisë patundshme. Pra nuk është se ka pasur hezitim, ka pasur proaktivitet në një farë kuptimi kohët e fundit. Ka pasur proaktivitet kohët? Po, dhe vazhdon ka. Ndërkohë, duket sikur ka një zhvlerësim vazhdueshëm të euros Shqipëri. Nga se vjen kjo? Kjo vjen nga... Nuk po ndalet për disa vitesh gati. Tani, për sa kohë që një ekonomi rritet, monedha saj fuqizohet. E thënë thjesht në gjuhën popullore, për sa kohë që ekonomia do të rritet, pasi duke pasur një regjim të lirë kursi këmbimi, ne nuk kemi një regjim fiks, patjetër që kursi i këmbimit do të përcaktohet në tregun e lirë, i cili është kërkesë ofertë. Ekonomia rritet nëpërmjet investimeve. Vjen nga turizmi, vjen nga turizmi, nga remitancat, nga investimet e huaja direkte, nga të gjitha hyrjet që ne kemi në ekonomi, në valutë të huaj, që kryesisht është euro, pasi partnerët tanë tregtar kryesor janë eurozonë, kryesisht u hyn euro. Dhe kjo euro kundrejt paras vendase ka një kurs saktuar. Ekonomia rritet, fuqizohet monedha e vendit që përfaqëson ekonominë e vendit. Prandaj ndodhet thënë thjesht ky fenomen. Po remitancat si po shkojnë në Shqipëri? Po dhe ato po rriten, pasi dhe emigracioni është rritur në kohët e fundit. Dhe është rritur numri, ka vazhduar. Po supozoj që sa më shumë të kalonte kohë nga vendosja e tyre jashtë Shqipërisë, aq më shumë do uleshin remitancat. Të drejtë Blendi, por emigracioni ka vazhduar. Nuk është se ka është vala e parë e emigracionit. Janë vetëm remitanca apo janë dhe investime? Pra vinë dhe të blejnë diçka? Ka shumë jo rezident që blejnë pasurit patundshme, duke qenë që turizmi në Shqipëri është zhvilluar dhe ka një interes në rritje për të blerë apartamente dhe objektet pasurit patundshme, kryesisht në Bregdet, por dhe në qytetet e mëdha të Shqipërisë. Nuk po hyn shifra, po janë mbi 350 milion euro investime të huaja vitin e kaluar, këtë vit janë dhe më shumë. 350 milion. Mbi 350 milion vitin e kaluar në pasurit patundshme. Përfshin dhe emigrantët që mund të kenë... Përfshin dhe shqiptarë dhe jo rezidentët shqiptarë. Jo rezidentë, të cilët mund të kenë pasaporta të huaja pastaj, dhe që janë 350 milion. Po. Janë për vitin e kaluar. Sa bankat niveli 2 ka Shqipëria? Po sot ka 11 banka niveli 2. 11 bankat niveli 2. Dhe ky përbën sistem, ka nevojë për banka tjera, apo? Sot jemi në kohën e zhvillimeve digjitale dhe fokusi është më shumë në modernizimin e pagesave në digitalizim, pasi tregu financiar klasik, po thuaj se është proaktiv, por është i saturuar, po ka shumë faktorë që mund përcaktojnë. Nuk besoj që ka nevojë për shumë banka tjera, ne kemi konsoliduar sistemin bankar, por sigurisht nëse është një bankë në mënyrë hipotetike, teorike, flasim, me cila do të sillte risi dhe kapital dhe know-how, patjetër do të ishte më i pritur. Po kjo është si pasojë e një listë kriterësh ligjore dhe përcakton të tregu. Atëherë, të falenderoj shumë, urime për 100 vjetorin, faleminderit për turin në Bankën e Shqipërisë. Unë që erdhët, ju falenderit. Faleminderit. Isha në këtë intervistë me guvernatorin e Bankës së Shqipërisë, Gent Seko, për të folur për 100 vjetorin e Bankës së Shqipërisë dhe njëkohësisht një tur brenda ambienteve të një prej godinave më të bukura dhe më historike të Shqipërisë. Hyra nga sheshi Skënderbej po dal nga tregu i dikurshëm i dollarit, që nuk ekziston më, tregu i famshëm i dollarit që ishte fiks përballë Bankës së Shqipërisë. Faleminderit. Jeni mirë, gjithë mirë. Ishte ky pra një reportazh brenda Bankës Shqipërisë, një prej institucioneve më të rëndësishme të shtetit shqiptar dhe një prej thesareve të trashëgimisë kulturore shqiptare. Absolutisht një reportazh shumë interesant që unë edhe vete shijova shumë. Ndërkohë ne do të kalojmë tani në spotet e dyta publicitare dhe në pjesën e tretë, me që jemi tek gjërat interesante, do të fokusohemi tek një gjë e rrallë, një pikturë e Modiglianit që kushton miliona dollar, u ekspozua pak kohë më parë në qendrën Kod në Tiranë.
ishte pjesë e një koleksioni privat që u soll në Shqipëri dhe bashkë me Modiglianin dhe një sër veprash të artistëve shumë të mëdhej botror, të cilat u bën pjesë për disa kohë të ekspozitës dhe është shumë interesant rrëfimi se si kjo pikturë e Modiglianit mbriti në Shqipëri nga Jetona Koçibelli, një intervistë e bërë nga gazetarja Sibora Bitrić. Si erdhi Modigliani në Tiranë, cili është ky koleksion që u ekspozua për një periudhë kohë aty, cila është vlera e tij, kush ishte personi që e solli dhe mbi të gjitha sa interesante ishte një pikturë e Modiglianit, njëri për artistëve më të mëdhej të botës e ekspozuar për herë të parë në historinë e Shqipërisë. Ndiqeni Jetona Koçibellin me Sibora Bitrin në këtë pjesë të tretë të emisionit me njëherë pas spoteve dyta publicitare. Ndodhemi te godina e kryeministrisë, por këtë herë jo për politik, por për art, sepse Kod, qendra për hapje dhe dialog, ka të ekspozuar veprat e disa mjeshtrave botror. Jam me Jetona Koçibellin tek holli kryesor, që mund të më thuash më me detaje se si janë të ndara pjesa e ekspozitës që titullohet Nga bohemizmi te përjetësia. Më thuaj pak, ne ndodhemi përpara kujt kryevepre. Po shumë e vërtet, faleminderit Sibora që keni ardhur këtu në qendrën për hapje dhe dialog, që është njëkohësisht e shtrirë në gjithë hapësirën e katit të parë të kryeministrisë. Këtu ndodhemi në hallin protokollar dhe përballë nesh që ndodhen krenare, kjo kryevepër e Modiglianit, Amadeo Modiglianit, artistit mirënjohur italian, i cili prodhoi shumë pak kryevepra për shkak se pati një jetë shumë të vështirë dhe u nda nga mosha dhe u nda nga jeta në moshë shumë të re. Ky është portreti i Ani Bjarn, vajzës së re suedeze që ai e ka takuar në Kafe La Rotonde dhe më pas i ka kërkuar që t'i bëj disa skica dhe t'i bëj një portret në apartamentin e tij në Paris në Montparnasse. Përse ka rëndësi kjo si kryevepër? Ka rëndësi sepse e para njërë shumë modiglianeske në tërsinë e vet. Unë e kam quajtur si një Mona Lisa pak a shumë e Modiglianit, që nga mënyra se si ai ka shtrirë gjymtyrët, qafën e gjatë, vështrimin gjysmë të anuar, syt pa bebza që janë karakteristike krijimtarisë së tij të viteve të fundit. Ky portret është bërë vitin e fundit të jetës së tij. Hunda e vogël, buzët e trëndafilta, pra është gjithçka modiglianeske në këtë portret dhe nga shumë skica që Modigliani ka bërë Ani Bjarn, njëra prej tyre ndodhet në koleksionin mbretëror të Danimarkës në Kopenhag. Këto janë vetëm të ekspozuara nëpër muzeumet artistike apo edhe mund të bie janë koleksion privat. Aktualisht kjo është një vepër që përket një koleksioni privat, kjo është vepra origjinale, vaj në pëlhur dhe është ekspozuar në 20 shtete të ndryshme të botës, në të gjitha kontinentet dhe tashmë radhën e kishte Tirana, Shqipëria, që gjithë qytetarët e Tiranës, por edhe të rajonit, të Shqipërisë dhe të rajonit, të kenë mundësinë të shijojnë këto kryevepra që ne i pritëm këtu në qendrën për hapje dhe dialog. Sot duket sikur gjithë njerëzit janë me qasje pak më të ngrohtë ndaj teknologjisë, ndoshta online-it e tjerë. Sa ka realisht kuriozitet për njerëzit, për shqiptarë, po them, për të ardhur për të parë kryevepra botërore që mund të jenë të ekspozuara për një kohë shumë të shkurtër në qendrën Kod dhe konkretisht për këtë vepër të Modiglianit. Si ka qenë interesi i njerëzve? Interes ka shumë, me thënë të drejtën. Ne kemi patur brenda ditës 400 vizitorë, ndonjëherë edhe më shumë. Tani, ne flasim për Shqipërinë dhe patjetër që këtu ka dhe facilitete, nuk do duhet të udhëtosh të presësh në radhë të gjata në për muze për t'i parë këto vepra, nuk do duhet të paguash. Por, unë, sigurisht teknologjia ka efektin e vetë, por unë nuk mendoj që kjo i ka larguar njerëzit nga arti. Mjaftë të shkosh në Paris, mjaftë të shkosh në Rom, mjaftë të shkosh në Firenze, në Spanjë, nuk e di, kudo që ka në Holland, kudo që ka muzea, apo kryevepra, apo koleksione nga më të lakmuarat në botë, ti di shumë mirë që radhët janë shumë të gjata. Pra, arti është trashëgimi e njerëzimit dhe prandaj këto vepra janë me një rëndësi të veçantë.
kjo nuk është më vetëm çështja e një koleksionimi privat. Këto vepra nuk I vinë më kohës. Janë krijuar një herë dhe prandaj ne kemi përgjegjësinë e madhe t'i ruajmë, t'i trashëgojmë, t'ju flasim brezave për to dhe patjetër të kemi mundësinë edhe t'i ekspozojmë, sepse këtu kanë ardhur shumë fëmijë, kanë ardhur student, kanë ardhur të rinj. Ky është komunikimi dhe fuqia që arti ka. Ndonjëherë arti ndryshon botën më shumë se sa politika. Dhe çfarë vepra është e rëndësishme gjem tjetër në Qendrën Kod, përveç pjesës portretit Anjet të Modigliani? Ani Bjarn. Në fakt, ky është një koleksion I gjithë I krijuar mbi bazën e epokës së bohemizmit e pastaj që u shndrua në artin modern. Pra, që do të thotë vitet 1900-1970. Kryesisht janë artistë francezë, por jo vetëm, sepse në Parisin atyre viteve që ishte kryeqyteti I artit botror, kishte edhe artistë nga Europa perëndimore, Europa lindore, çfarë emrash mund të përmendim që I gjejmë edhe këtu? Po, kemi Edgar Degas, një koleksion për disa skulpturash dhe çka është kryevepra e tij, balerina e vogël 14 vjeçare, kemi disa artistë gra si e famshmja gjermane Gabriel Münter, Suzanne Valadon, kemi Kees van Dongen, Leon Desmet, kemi baroneshën e Penelit, Tamara Delepinska, e shumë të tjerë. Pra është një pasqyrë e epokës së asaj koha. Jemi në këtë sallën tjetër jetona dhe mua më bën përshtypje që pjesa më e madhe e pikturave të ekspozuara këtu në qendër kanë të portretizuara gratë. Është e vërtet, por janë të pikturuara dhe nga gratë dhe nga artistët burra. Sigurisht që bëhet fjalë për një periudhë kur nuk ishte zakonshme që artistët gratë ishin po aq të famshme sa dhe burrat, megjithatë me gratë që janë pjesë e këtij koleksioni dhe janë ekspozuar këtu, kjo ishte shumë e vërtet. Ato ishin po aq të famshme sa artistët burra, megjithse deri në shekullin e 19 ato nuk ishin të lejuara që të bënin pjesë në akademitë e arteve të bukura. Këtu kemi një portret shumë të mrekullueshëm, do ta cilësoja, nga Kees van Dongen, një portret rrallë, është një artist që vlerësohet shumë. Ajo që është mbrapa shpinës time është modelja e famshme pariziane Marcelle Leoni, të cilën ai e pikturoi dhe dihet dhe vendi ku e ka pikturuar sot në Paris. E veçanta e tij janë mënyra se si ai pikturon sytë e mëdhenj, shprehës të zi me qerpikët e dalluar dhe gati trupin fëminor për të bërë këtë kontrastin midis portretit dhe trupit, është një ndër portretet më të veçantë të këtij koleksioni. Gjithashtu këtu kemi edhe disa vepra nga Louis Vuitton, shumë interesante sepse në fillesat e veta ky artist nuk ishte shumë I vlerësuar, derisa syri I holli një koleksionisti e zbuloi, e ndihmoi, I bleu shumë vepra. Dhe sot ai vlerësohet me vlera maramëndse. Ky koleksion ka 3 deri në 4 piktura mos gaboj nga Louis Vuitton. Është po ashtu Suzanne Valadon, një ndër artistet më të rëndësishme gratë asaj kohe, e cila dikur ka qenë modele dhe muza e Renoir dhe më pas filloi vetë të pikturonte në mënyrën e tillë, pra fauviste, siç është nudo në një peizazh. Gjithashtu është Gjermania Gabriel Münter, një ndër themeluesit e Bauhausit në Gjermani, një figurë shumë e rëndësishme, e cila ka pikturuar mëngjesin e Pashkës me 3 vezë në ngjyra të ndryshme. Për fat mirë ose të keq, ajo është njohur shumë si partnerja fagjate e piktorit mirënjohur Vasili Kandinsky dhe në fakt mendoj që edhe setin e çajnikëve që ajo ka paraqitur në atë kompozim ja ka dhuruar pikërisht Kandinsky. Pastaj sigurisht ka peizazhe, ky këtu është I mrekullueshëm I kabares së famshme pariziane Moulin Rouge, që në vitin 1926 Leon Desmet, edhe pse jetonte në Londër, shkoi në Paris, bëri një vizitë dhe nuk mund t'ikte që aty pa pikturuar pikërisht kabaren më të famshme pariziane dhe I vend takimi për shumë artistë asaj kohe.
jemi pozicionuar në një tjetër kënd të qendrës Kod, sepse këtu është ekspozuar skulptura e vetme e Edgar Degas, dhe është një vajzë, një balerinë 14 vjeçare, që në fakt ka pasur kritika në atë kohë. Disa e kanë parë si diçka revolucionare, disa të tjerë si një simbol të balerinës së shëmtuar. Domethënë, pse është parë në të tillë prizëm edhe në atë kohë dhe çfarë vlere ka sot? Në fakt po, si Bora, Edgar Degas njihet si piktori balerinave, pasi ai ja kushtoi jetën e vet studimit baletit, bëri me qindra mijëra skica derisa në vitin 1878 dhe 1881 ai doli me skulpturën e parë të tij për idylli, balerina e vogël 14 vjeçare, siç mund ta shihni, është Marie Genevieve van Goten, emri i kësaj balerine të vogël, e cila ishte një belge dhe që profesioni saj në atë kohë nuk ishte aq i lakmuar. Përse kjo skulptur nga një anë u quajt e shëmtuar dhe nga ana tjetër revolucionare, sepse ndahu si me thik dy epokat e skulpturave. Ishte i pari Edgar Degas që paraqiti në mënyrë shumë naturaliste këtë balerin, po ta shihni ka insertuar edhe element natural. Fundi prej tutuhe është prej pëlhure. Pra ajo çka i ka veshur balerinës, fundi tutus. Ndërkohë kordelia nga mbrapa që qëndron në flokët e bronzta është prej mëndafshi. Dhe po ashtu në paraqitjen e saj të parë fillestare dhe flokët kanë qenë natyral, pra një paruke natyrale. Për këtë arsye pati shumë kontestime si vepër dhe sot ka mbetur si një ndër më të rëndësishmet në historinë e artit.